përvojës. Përgjithësi, unë muj me thonë 90% ndorë e ki ti, fëmin, si prind. Tash, sa është prindi i vetëdijshëm Dhe vigilant. edhe vigilant është çështje tjetër. A kemi sot Mirë, po ti si prind besa me ki përgjithësin 90%. A kemi sot prind që marrin përgjithësi 90%? Po qëta e cika ma herët, që tash nuk janë gjithë prind që e marrin, që e kanë që përgjithësi, ose që e kanë që vigilencë, ose që e kanë, sa e do në punë shumë, do në mund shumë do në mund. Se ti për shambull, unë e kam fëmin 4 orë në shkollë, veç për që ato 4 orë unë edhe e qitë. Momentin që kryon që ato 4-5 orë, unë e mo nuk jam, prap jam duna me qenë funksion. Këne e ki punën, këne e ki normal edhe jeta jote që kime funksionu obligimet tjera. Do me thonë është punë shumë e lodhshme, do në kapacitet shumë të madhë, që dikush nuk mundet me mri si prind. Po unë e mendoj që në situata caktume, najherë kur kom insistu edhe me prind me komuniku, edhe fëmit kur kanë vetë me zveti diçka jo fajtushme në shkollë, është shumë problem edhe me prind me komuniku. Është shumë problem u qasë edhe me prind, se në momentin që ti kërkan me folë ose diçka me diskutu një çështje, e merë sulm. Adin është shumë e pa, unë e mendoj që prind tane kanë pas ma let me neve, dhe unë shpesh ju thëmë edhe prindve të mi, ju e keni pas ma let. Se diqysh nëse prindin tam e kanë dojnë dikush. Ma përpara nuk është shumë i lakmushëm që e kanë pas me prind. Ma shumë ka egzistua e kontrola mbi fëmi, se sa që Po sot më shumë prirën prindve ta mbrojnë fëmijën se sa. Që të krejt probleme. Po, e pata një bisedë të shkurtë, ndoshta. Që kjo është shumë problem i madh, që në momentin që ti kërkon komunikim e merr sulm. Po, patjetër.